Peekaboo. Peekaboo. E shikon Silvia, gjithçka që ai mori ishte kënaqësi dhe lojëra dhe tani e kam aty pikërisht ku dua. Mos e prish surprizën. Peekaboo. Bu. Peekaboo. Më fali, e di, më vjen keq, e di që po bëjmë gabim, po. Ku je, Baranic? Shije portokalli, shko lart tek pijet e grira të Sam. Ai po socializohet kaq mirë. Para jo! Silvia, ne nuk mund ta zgjidhim këtë punë pa lënë atë që të shpreh kreativitetin e tij. Oh, shëtitas, ti nuk po ndihmon. Ky është djalim, çfarë kordash vokale. Ju të dy jeni prindër të tmerrshëm, mësoni si ta kontrolloni fëmijën tuaj. Merre mbrapsht atë që the, ai është një angjëll I përsosur. Ai nuk është fëmia jon. Çfarë po do? Çfarë do ai? Au, I shkreti djali vogël, ai është shumë I lodhur. Tani dëshiron pak krahati, Silvia. Si e? E po, kjo është e pakëndshme. Shëtitas, shiko, lutje tona u përmbushën. Ne kemi gjetur fëmijën tuaj. Silvia, ti po e zgjon djaloshin. Nëse ti nuk e toleron atë dhe merr në dorë situatën, ai mund të dëgjoj. Kështu që ne mund ta çojmë tek qendra e sigurisë dhe të gjejmë prindrit e tij të çuditshëm. Nëse ti pushon se qeni kaq e rreptë dhe bën diçka zbavitëse të paktën një herë, ai mund të na dëgjoj. Kështu që mund ta çojmë tek qendra e sigurisë për të gjetur prindrit e tij. Edhe kam dyshimet e mia që ata janë të çuditshëm sipas mendimit tim. Nuk do të thojë që ata janë të çuditshëm. Kjo është e pamundur. Kjo është një shprehje figurative për Shiko se çfarë bëre. Po ti isha ai që pse po vazhdojmë të përshpërisim? Po nuk jam plotësisht I sigurt për këtë.